Ke folur me djalin tani? Jo. Do doje të flisje? E ke rënë telefonit? E kam telefon, po unë kam rënë mbi 20 herë nga ora para orës 4 dhe gjerit është ti, i kam rënë 20 herë telefonit edhe nuk më del. Nuk e hap? Ja, del i mbyllur. Del i mbyllur. Je në merak për djalin, apo jo? Si nuk jam. Si nuk jam. Si mendon, pse arriti deri këtu? Tashti, ai ka pas mendimet e tia, nuk na shprehesh neven. Më kupton? Që unë nuk di që të them. Ka pasur më përpara Të konflikt flas kot me cilë. me familjen e vajzës? Ka pasur, po sakt nuk i dim gjerat, nga ashtu. Nga që kur u kthyti se ka qenë jashtë, Po. që kur u kthyti dhe tu, kishë dërguar ca lek, po i kishë dërguar në emrit saja. E kupton? Ashtë. Dhe kur kthehet që andajën, kërkon ato lek. Që atjen u shkatërua, nuk i di mua betët sakta se të gënjejmë, mos flasim kot. Ashtu. Që ato ditë u prish mua beti. Po ajo sa herë që vinte këtu, na porosis në nevem, që mos bëni mua bet, mos marrin vesh babi dhe mami, thash, prindrit. Prindrit e saj? Vinte pa lejen e atyre. Takohej me Nertilin pa lejen e prindërve? Po. Ndërkohë që prindit mendonin se ajo ishte ndarë nga Nertili? Po. Jo, edhe më parën, edhe pa hapur që mua bet. Mos marrin vesh prindrit, thash. Çfarë mos të merrni vesh? Mos që ajo vinte këtu. Vinte këtu vajza? Po, vinte sa herë më. Kur ka qenë për herë të fundit? Kur ka qenë për herë të fundit vajza këtu? Ku mbaj mend unë ati, ka shpejt. Ka shpejt. Dëgjoj, kur u fejuan këta? U fejuan Po bën 9 vjet fijesë, 9 vjet. 9 vjetë, bashkjetonin. Kishin probleme gjatë kohës që bashkjetonin? Ja, problemet lidhën vetëm që në atë kohë. Faren absolutisht ja.